Allah azza wa jalla tregon që shpallja dhe proklamatat hyjnore dhe ato të profetëve janë përgjithësi mbi bazën e drejtësisë, thot Allah subhanahu wa taala, thot laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Thot ne u kemi zbritur njerëzve shpjegime, u kemi zbritur njerëzve shpallje, u kemi zbritur proklamata, u kemi dërguar profetë të cilët u shpjegojnë njerëzve dijet. Thot dhe ne me profetët kemi dërguar libra dhe drejtësinë që ata me këtë drejtësi të gjykojnë drejt mes njerëzve. Domethënë proklamata vjen për t'i drejtuar njerëzit me i pru të vija e drejtë. Misioni profetëve ka pikërisht për objektiva kryesore për t'i sjellur njerëz tek drejtësia hyjnore, për t'i sjellur njerëz tek drejtësia e padiskutueshme, tek drejtësia domethënëse dhe drejtësia e cila i harmonizon krejt do thotë krijesat, nuk është drejtësi do thotë selektuese, as nuk është do thotë drejtësi e cila bie ndesh me vetveten, as më tepër të jetë një peshojë që më do thotë të jetë motje që mot me dy peshoje. Madje Allah subhanahu wa taala edhe një koncept të besimit e shpjegon kuadër të drejtësisë e që është një thirrje për ta kuptuar pastaj më në thelb këtë si çështje. Thot Allah subhanahu innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu. Allahu e fillon krijimin fillim, edhe pastaj e rikthen, do thot i ringjall njerëzit pasi që të kanë vdekur. Thot liyajzi alladhina amanu wa amilu s-salihati bil qist. Dhe krejt kjo ringjallja ndodh që njerëzit e mirë, njerëzit që kanë bërë punë të mira, njerëzit që kanë besu, edhe kanë bërë punë të mira, ta gjejnë shpërblimin e tyre dhe kjo të ndodh me drejtësi. Domethënë, në ditën e gjykimit, ringjallja një prej arsyeve pse ndodh është që njerëzit e mirë ta gjejnë rezultatin e veprave të tyre. Thot pastaj Allah subhanahu walladhina kafaru lahum sharabun min hamimin wa 'adhabun alimun bima kanu yakfurun. Ndërkohë ata të cilët kanë mohu, nuk i kanë nështruar Zotit dhe nuk e kanë besuar, do thotë shpallin Allah subhanahu wa taala, por ta do të ketë dënim prej valës dhe një dënim të dëmshëm për shkak të mosbesimit të tyre. Ndaj shpesh njerëzit të cilët kanë problem për ta kuptuar temën e ringjalljes, ftohen që me rishikuar ndërtimin e kësaj të vërtete, kuadër të temës së drejtësisë. Do thotë nuk ish pas kuptim jeta, nuk ish pas kuptim ekzistenca, nuk ish pas shumë çka kuptim nëse nuk ish pas ringjallje, sepse pastaj kriminalët nuk do ta merrnin dënimin dhe njerëzit e mirë nuk do ta merrnin shpërblimin. Ndaj nëse dikush fjala bie pyet pse u deshka me ekzistuar kjo drejtësi, është natyrshmëria e cila e fton njeriu në diçka të tillë. Saktësisht, nëse ne shohim që gjithçka në tokë funksionon me drejtësi, nëse e shohim që edhe qiejt edhe toka edhe funksionimi i saj është me drejtësi, gjithçka ekziston me drejtësi, edhe çdo çrregullim është dalje prej rendit të drejtësisë, atë nuk mund ta mendojmë ndryshe Zotin vetë si të drejtë me drejtësi absolute, që përderisa e ka bërë këtë jetë kaq të kufizuar, kushdo që ka bërë vepra të këqija, sado që dëshkohet, nuk mund ta merr ndëshkimin e merituar, sikundër që kushdo që ka bërë vepra të mira nuk mund ta merr në këtë botë kufizuar me shpërblimin në plotësi, mendojmë se do të më ekzistojë do thotë një jetë ku nuk barazohen të mirë dhe të këqijt. Nuk barazohen dhe nuk u shkelet e drejta njerëzve të mirë dhe nuk u jepet një drejt pa merituar do thotë njerëzve të këqij.